Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vion përballje për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut. Kandidati i vlen për kryetar komunën e Çajir, Izet Mexhiti deklaroi se në programin e tyre për arsimin synojnë të krijojnë mundësi të barabarta. Ai premtoi pagesa ditore nga komuna për nxënësit që vijnë nga familje të cilat përfitojnë mbështetje përmes ndihmës sociale. Në programin ton për arsimin kemi parapar masa të qarta për të lehtësuar barrën e familjeve dhe për të siguruar kushte të barabarta për çdo fëmijë. Në të gjitha shkollat fillore të komunës sonë, nxënësit do të kenë uniforma të financuara plotësisht nga buxheti i komunës së Çajirit. Asnjë familje nuk do të ketë barr shtesë, theksoi Izet Mexhiti, kandidati i vlen për kryetar komunën e Çajir. Kandidati AKI-s për kryetar të komunës së Çajirit, Bujar Osmani, paralajmëroi zgjidhje konkrete për ndërtesat në pjesën e vjetër të komunës që kanë probleme me ashensorët jo funksional, si dhe përgatitjen e projekteve për ndërtesat që nuk kanë ashensor. Osmani theksoi se me rregullimin e problemit të tyre do të përmirësohet jeta banorëve, si do të rritet vlera financiare e banesave. Rajoni. 17 komuna pritet të shkojnë në balotazh në zgjedhjet vendore 2025. Komunat Prishtinë, Prizren, Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fushë Kosovë, Mitrovica e Jugut, Obliqi, Peja, Rahoveci, Suareka, Vitia, Vushtria, Juniku dhe Kloti do të garojnë në balotazh në datën 9 nëntor. Në 21 komuna janë shpallur fituesit. Rezultatet paraprake nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se garën pa balotazh lëvizja vetëvendosje fitoi në 3 komuna në Podujev, Kamenic dhe Shtime, edhe Partia Demokratike e Kosovës fitoi në Ferizaj, Skënderaj dhe Hani e Lezit. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në Lipjan dhe Istok, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e siguroi fitoren në Deçam dhe Nisma në Malishev. Në Mamush fitoi kandidati për kryetar i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, ndërsa lista e Ramiz Ladrovsit siguroi fitoren në Drenas. Në datën 9 nëntor, lëvizja vetëvendosje do të garojë në balotazh në 12 komuna. Në 2 prej tyre u rendit e para, ndërsa në 10 komuna kandidatët e vetëvendosjes për kryetar janë të dytët me vota. Në balotazh do të garojë në 9 komuna Lidhja Demokratike e Kosovës, në 6 komuna ajo u radhit e para, ndërsa në 3 të tjera e dyta. Partia Demokratike e Kosovës do të garojë në balotazh në 6 komuna prej cilave në 4 u radhit e para, ndërsa në 2 të tjera e dyta. Në 5 komuna do të garojë në balotazh Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ku në 4 u radhit e para, ndërsa në një tjetër është e dyta. Pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve vendore në Kosovë, kryeministri kërkon hetime mbi përfundimet e këtij procesi. Në një konferencë për mediat, Albin Kurti foli për rezultatet e zgjedhjeve të 12 tetorit e ku tha se vetëvendosi do ta fitojë dhe Gjilani pa balotazh. Vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtime. Me votat nga diaspora mund të dalë që kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Kryeministri ndër të tjera falenderoi dhe institucionet e Republikës që mundësuan që procesi të shkojë mirë dhe i sigurt. Ndër të tjera Kurti paralajmëroi fillimin e përgatitjeve për krijimin e qeverisë së re dhe gatishmërinë edhe për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Por shumë shpejt, qysh në këtë javë do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet një mandat i qeverisë, i duhet një mandat i ri i qeverisë, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit së vjet. Por gjithashtu, edhe unë si kryeministër në detyrë kam hyrë në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, shpalli fitoren në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën në Kosovë. Në një deklaratë për mediat, Krasniqi theksoi se Partia Demokratike ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Sipas tij, ajo ka fituar numrin më të madh të komunave që në raundin e parë pa pasur nevojë për balotazh. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e vlerësoi procesin zgjedhor të suksesshëm dhe demokratik. Kosova ka pas një ditë suksesshme zgjedhore, pra një proces suksesshëm zgjedhor, edhe shpari mbjani me i falendëruar gjithë që ky proces zgjedhor të jetë kaq i mirë, pra qytetarët që kanë marrë pjesë në numër të respektueshëm, institucionet që kanë bërë organizimin e zgjedhjeve, që nga KQZ, gjithë mekanizmat tjerë, komisioner, vëshkues, policinë e Kosovës, të gjithë që kanë asistuar. Haradinaj theksoi se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka garuar në 25 komuna për kryetar dhe në 28 komuna për asamble komunale, duke theksuar se partia ka shënuar rritje të numrit të asamblisëve. Dëshiroj me ju informu se bashkë të informatave tash me një pjesë i kemi edhe zyrtare nga KQZ, po sidomos nga komisionerët tonë dhe stafet tona komunale. Pra Aleanca ka shënuar një fitore
po quaj historike për faktin se ka një fitore ma binqe në komunat ku ka qeveris. Ai falenderoi komisionerët vëzhguesi dhe qytetarët që mbështesin partinë këtë proces. Policia e Kosovës deklaroi se procesi zgjedhor kaloi pa incidente. Sipas njoftimit të policisë, angazhimi dhe zbatimi i planit policor, bashkëpunimi dhe koordinimi institucional ndikoi në mënyrë pozitive që i tërë procesi zgjedhor të kalojë qetë dhe pa incidente madhore që do të kishin penguar apo të cënuar procesin zgjedhor. Dhe në këto kushte, duke vlerësuar në aspektin e sigurisë, procesi zgjedhor ka kaluar i qetë dhe pa incidente serioze. Policia e Kosovës njoftoi përregjistrimin e 2 rasteve të cënimit të fshehtësisë së votimit, një në fshatin Bare në Mitrovicën e Jugut dhe tjetra në Gjilan. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nga Tirana, ndër të tjera, ajo mbështeti ambicien e qeverisë shqiptare për mbylljen e grup kapitujve deri në vitin 2027. Von der Leyen vlerësoi dhe qasjen që ka patur Shqipëria drejt përfitimit të fondeve nga Unioni. Ajo është e mendimit se plani i rritjes ka potencialin që të dyfishojë ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Më vjen mirë të shoh kaq shumë prej jush këtu sot, të gatshëm për të përfituar mundësitë e biznesit që krijohen nga një integrim më i afërt. Për pak momente, do të nënshkruajmë 10 marrëveshje të rëndësishme biznesi. Nesër do të diskutoni 24 investime të tjera të mundshme dhe së bashku, ato mund të sjellin më shumë se 4 miliardë euro investime të reja në rajon. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në takimin me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Tiranë, theksoi se vendi po ecën me ritme të shpejta dhe rezultate pozitive në përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga procesi negociator, ndërsa vlerësoi mbështetjen e Komisionit Evropian për reformat në Ballkanin Perëndimor. Sepse le ta themi troç, Europa nuk e ka luksin të varet nga ajo që nuk kontrollon dot e ne në Ballkan. Nuk mund të kemi luksin të mbetemi ajo që jemi quajtur gjithmonë. Në rastin më të mirë, potencial. Ndaj le ta zëvendësojmë potencialin me qëllim le ta kthejmë të kënd të Europës në një korsi të shpejtë të transformimit të Europës. Takimi u zhvillua në kuadër të vizitës së presidentes von der Leyen në rajon, ku po diskutohet për hapat konkret që pritet të ndërmerren në kuadër të planit të rritjes ekonomike dhe integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Bota. Lirohen pengjet izraelite. Pas 738 ditësh, terroristët Hamas lirojnë 20 pengjet e mbetura të gjallë. 7 të parat u liruan në mëngjes ndërsa 13 të tjerët ju dorëzuan kryqit të kuq. Trupat e 20 pengjeve pritet të dorëzohen në orët e pasdites. Lirimi i tyre vjen në kuadër të fazës së parë të planit të paqes për Gazan. Izraeli është në festë. Në Tel Aviv, në sheshin e pengjeve rreth 100.000 njerëz festuan për lirimin e tyre. Ata ndoqën drejt për drejt në shesh kthimin e familjarëve. Për gjatë 2 viteve, ky shesh ishte bërë vendi ku izraelitët dhe familjet e pengjeve u mblodhen për të shprehur ankthin dhe zemërimin e tyre pas rrëmbimit gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023. Kthimi i tyre u bë i mundur pas pranimit të një plani për paqe të hartuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Mes të tjerave në të parashikohet ndalimi i luftimeve, lirimi i pengjeve dhe shkëmbimi i tyre me të burgosur palestinez, çarmatosja e Hamasit dhe tërheqja e ushtrisë izraelite në kufit e përcaktuar më herët. Lirohen nga Izraeli të burgosurit palestinez. Ata janë pritur me festë në Ramallah. Të burgosurit broërisnin nga brenda një autobusi pasi u liruan nga burgu ushtarak Ofer në bregun perëndimor. Jashtë pallatit kulturor të Ramallahut, familjet presin të burgosurit palestinez. Disa gra dhe vajza të reja ishin të veshura me veshje tradicionale palestineze. Pjesëmarrës treguan se ushtria izraelite u kishte paralajmëruar të mos flisnin me median dhe duket se ata e kishin marrë seriozisht të paralajmërim. Familjet e 13 pengjeve të fundit u njoftuan se familjarët e tyre tani ndodhen në duart e forcave të mbrojtjes Izraelit në ripin e Gazës, thuhet në deklaratën e zyrës së kryeministrit. Qeveria e Izraelit është e përkushtuar ndaj kthimit të gjithë pengjeve të mbajtura nga armiku dhe do të ndjekë këtë mision me vendosmëri dhe këmbgulje, thotë njoftimin përshtyp të qeverisë së Izraelit. Të paktën 27 persona mbetën të vrarë në një nga përleshjet më të dhunshme midis forcave të sigurisë së Hamasit dhe anëtarëve të armatosur të familjes Dugmush në qytetin e Gazës, në një nga përleshjet më të dhunshme të brendshme që nga përfundimi i operacioneve izraelite. Një zyrtar i lartë nga Ministria e Brendshme drejtuar nga Hamasi tha se forcat e sigurisë i rrethuan dhe angazhuan në luftime të ashpra për t'i arrestuar. Burime mjekësore raportuan se të 19 anëtarët e klanit dhe 8 luftëtarë të Hamasit janë vrarë që nga fillimi i përleshjeve të shtunën. The war is over, okay? You understand that?
Lufta ka mbaruar, është mesazhi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Izrael në ditën e lirimit të pengjeve. Trump zbarkoi në Air Force One në raportin Ben Gurion të Tel Avivit, ku u prit nga Benjamin Netanyahu dhe presidenti Isaac Herzog. Nga tapeti i kuq në aeroport, Trump i tha Herzog dhe Netanyahut: "Është një ditë fantastike, ndoshta dita juaj më e mirë deri më tani. Kjo është histori", u përgjigj Netanyahu. Në intervistë televizive, Trump e cilësoi marrëveshjen për të dhënë fund luftës të Gazas si suksesin më të madh diplomatik si president deri më sot. Duke folur me gazetarët në parlamentin izraelit për krah kryeministrit Benjamin Netanyahu, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se ky është një fillim i ri dhe mendoi se nuk ka pasur kur një ngjarje si kjo. Izraeli nderon presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqen në Gaza dhe kthimin e pengjeve në shtëpi. Duke folur në parlamentin izraelit përpara fjalimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, kryeministri Benjamin Netanyahu në hebraisht i tha Trump se ai do të mbetet i gdhendur në historinë e popullit izraelit. "Ne i kujtojmë miqtan dhe e dim rolin tuaj të rëndësishëm dhe vendimtar në kthimin e pjesës tjetër të pengjeve", deklaroi Benjamin Netanyahu. Në anglisht, kreu i qeverisë izraelite falenderoi presidentin Trump për të gjitha marrëveshjet që ai ka arritur deri më sot për Izraelin. Since you recognize Jerusalem as our capital and moved the embassy here, thank you, President Trump. Njohje Jeruzalemin si kryeqytet i Izraelit, zhvendosja e ambasadës amerikane në kryeqytet, njohje sovranitetit i Izraelit mbi lartësitë e Golanit, mbështetja për Izraelin në Kombet e Bashkuara, njohja e të drejtave izraelite në Bregun Perëndimor, ndërmjetësimi i marrëveshjeve të Abrahamit, tërheqja nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe sulmi ndaj Iranit në qershor. Thank you for recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you for standing up to the lies against Israel in the United Nations. Thank you for recognizing in your 2020 peace plan our rights in Judea and Samaria. Listoi kryeministri Benjamin Netanyahu teksa theksoi se Donald Trump është miku më i madh që Izraeli ka pasur ndonjëherë në Shtëpinë e Bardhë. Nga parlamenti i Izraelit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se paqja nuk është një shpresë që mund ta ëndërrojmë, por një realitet që mund ta ndërtojmë. Izraeli ka fituar gjithçka që mund ta arrihet me forcën e armëve. Tani është koha për të kthyer këto fitore kundër terrorizmëve në fushën e betejës, në çmimin përfundimtar, paqen dhe prosperitetin për të gjithë lindjen e mesme, thuhet në mesazhin e Donald Trump sipas një ekstrakti të publikuar nga Shtëpia e Bardhë. Ne mblidhemi në një ditë gëzimi të thellë, shpresë në rritje, besimi të ripërtërir dhe mbi të gjitha një ditë për t'i dhënë falënderimet tona më të thella Zotit të plot fuqishëm të Abrahamit dhe Isakut, thuhet në mesazhin e kreut të Shtëpisë së Bardhë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk do të udhëtojë në samitin e paqes në Egjipt për marrëveshjen e paqes, ndonse ishte ftuar nga presidenti egjiptian dhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai tha se nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në udhëtim për shkak të kufizimeve kohore përpara festës hebraike. Trump do të bashkëkryesojë samitin në Sharm el Sheikh së bashku me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, i cili mbledh rreth 20 lider botror për të diskutuar procesin e paqes në Gaza. Zyra presidenciale egjiptiane njoftoi të hënën se Netanyahu dhe presidenti palestinez Mahmoud Abbas do të marrin pjesë në takimin në vendpushimin egjiptian në detin e Kuq. Abbazi udhëheq si autoritetin kombëtar palestinez, ashtu dhe lëvizja Fatah me bazë në Gaza, një rivale e Hamasit. Lirimi i pengjeve është faljush, por sfidat tona nuk kanë mbaruar, është mesazhi që ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz u dërgoi forcave të mbrojtjes Izraelit. Në ditën kur shteti i Izraelit mirëpret kthimin e pengjeve nga Hamasi, ne e kujtojmë me krenari të madhe këtë moment të rëndësishëm dhe e kujtojmë mirë. Ky rezultat është faljush, deklaroi Katz. Ai më pas paralajmëroi se misioni i forcave të mbrojtjes nuk është i plotë dhe sfidat tona nuk kanë mbaruar. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë vigjilent. Britania e Madhe përshëndeti lirimin e 20 pengjeve të gjalla nga Gaza si pjesë e fazës së parë të planit të mbështetur nga SBA për t'i dhënë fund luftës. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi në rrjetin social X se kjo ditë është faza e parë dhe vendimtare në përfundimin e luftës në lindjen e mesme. Duke folur nga Egjipti përpara samitit ndërkombëtar me synim për parimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump, Starmer shtoi: "Tani duhet të sigurojmë paqe të qëndrueshme dhe një të ardhme të sigurt për të gjithë rajonin." Mbretëria e Bashkuar po ofron ndihmë shtesë humanitare për civilet në Gaza dhe do të udhëheqë përpjekjet për të përshpejtuar rindërtimin e saj. Më 7 tetor 2023, militantët të udhëhequr nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga SBA dhe vendet e tjera, kaluan kufirin midis Gazas dhe Izraelit dhe sulmuan komunitetet në jug të vendit. Ata vranë rreth 1200 civil. Militantët rrëmbyen edhe rreth 251 njerëz dhe i mbajtën peng në Gaza. Në përgjigje për 2 vjet, ushtria izraelite luftoi kundër Hamasit në Gaza për lirimin e pengjeve dhe azhësimin e organizatës terroriste. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.